Zonja dhe zotrin, përshëndetje, po fillojmë lajmet orës 13 në RTK. Presidentja Vjosa Osmani ka deklaruar se institucionet e Kosovës janë ndërtuar pas një lufte genocidiale me stundimin e ligjit dhe dignitetin njerëzor në themel. Në samitin botror të qeverisjes, ajo tha se Kosova ka kaluar nga rindërtimi në një demokraci funksionale. Osmani theksoi rëndësinë e drejtësisë, besimit në institucione dhe digitalizimit. Sipas saj, teknologjia duhet të forcojë të drejtat dhe qasjen e qytetarëve në drejtësi. The Republic of Kosovo is a country built through courage. Republika e Kosovës është një vend i ndërtuar përmes guximit. Historia jonë është një rrugtim nga mbijetesa në sovranitet, nga një tokë e shkatruar, nga lufta në një shtet që harton rregulla në dobi të qytetarëve të tij. Hap pas hapi me mbështetjen e aleatëve dhe miqve të besueshëm, Kosova ka ndërtuar një arkitekturë ligjore dhe rregullatore që e vendos demokracinë në qendër dhe drejtësinë si shtyllën kryesore. Ajo që dikur ishte e brisht, sot është bërë qëndrueshme. Sot Kosova nuk është më vetëm përfituese e solidaritetit ndërkombëtar. Ne jemi kontribues të tij. Një vend që mësoi shpejt, ndërtoi me mençuri dhe tani flet me vetbesim. Krerë të shtetit, institucioneve, ambasador, investitor të huaj e përfaqësues të bizneseve janë mbledhur në Prishtinë në organizimin e ditës së biznesit francez të Këshillit të Investitorëve Evropian. Gjatë këtij organizimi, bizneseve franceze u bë thirrje për të investuar në Kosovë. Qëllimi ynë është të arrisim këtë vrull, të krijojmë një efekt zinxhiror, të inkurajojmë guximin e kompanive franceze dhe jam shumë i bindur se kompanitë e pranishme sot këtu mund të japin një kontribut vendimtar në ndërtimin e Kosovës të së nesërmes. Për sa i përket infrastrukturës, energjinë, transportin. Në të gjitha këto fronte, Franca dhe kompanitë franceze shkëlqejnë. Dhe jam shumë i kënaqur të konstatoj se 2 vjet pas hapjes së zyrës së saj në Prishtinë, Agjencia Franceze e Zhvillimit tashmë veç ka projekte shumë të përparuara në gjitha këto domene. Kosova është e gatshme për partneritete të mëdha infrastrukturore. Së dyti, Kosova është e hapur për investime serioze. Dhe së treti, Kosova po zgjeron mundësi tregtare me Evropën, me rajonin dhe më gjerë. Me qenë se ofron siguri publike, parashikueshmëri dhe disiplinë të fortë fiskale. Kemi punuar për të forcuar sundimin e ligjit, për të ulur praktikat informale dhe për të krijuar një terren të barabartë, sepse konkurenca duhet të jetë e drejtë për ata që inovojnë dhe investojnë. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi mirëpriti përfaqësuesin e posaçëm të Slovenisë për Ballkanin Perëndimor, Andrzej Frangesh, shoqëruar nga ambasadori Borut Bllaj. Zëvendës kryeministri Bislimi theksoi se mbetet me rëndësi formimi sa më parë i qeverisë së re pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit dhe votimi në kuvend mes tjerash edhe i marrëveshjeve ndërkombëtare dhe planit të rritjes me Bashkimin Evropian. Mbrojtja e Thaçit dhe Fadil Fazliut ka njoftuar se nuk do të bëjë deklarat hyrëse në fillim në procesin e gjykimit kundër administrimit të drejtësisë, duke rezervuar të drejtën për ta dhënë këtë pas përfundimit të çështjes nga ana e prokurorisë. Gjykimi ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, Bashkim Smakajt, Fadil Fazliut, Isni Kilajt dhe Ajredin Kuçit për veprat kundër administrimit të drejtësisë fillon më 27 shkurt. Kryeprokurori Blerimi Sufaj dhe prokurori Naim Abazi u takuan me anëtarë të Kongresit Amerikan për të diskutuar për luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Takimet riafirmuan përkushtimin e Kosovës për sundimin e ligjit dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Kongrestistët shprehen mbështetje për forcimin e drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit në vend. Ministria e Punëve të Brendshme ka lansuar linjën telefonike pa pagesë 0800 46 757 në kuadër të periudhës informuese për zbatimin e ligjit për të huajt dhe ligjit për automjetët.
Përmes kësaj linje, qytetarët të huaj dhe vizitorët mund të marrin informata pa kosto në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. Fushata informuese do të zgjas deri më 15 mars 2026 me qëllim lehtësimin e qasjes në informata dhe respektimin e legjislacionit në fuqi. Njësiti i trafikut ndaloi një vozitës që tejkaloi kolonën duke përdorur trotuarin. Ai u gjobit me 200 euro, mori 2 pikë negative dhe ju ndalua patenta për 3 muaj. Policia apelon respektimin e rregullave për sigurinë e këmbësorëve dhe pjesëmarrësve në trafik. Ndërkohë, gjatë periudhës së fundit, njësitet policore në të gjitha rajonet e Kosovës kanë raportuar arrestime për armbajtje pa leje, dhunë në familje, vrasje në tentativë dhe grabitje. Janë sekuestruar armë, fishek dhe objekte të tjera të dyshuara kriminale. Raportohet gjithashtu për 13 aksidente me të lënduar dhe 42 me dëme materiale, ndërsa janë shqiptuar mbi 2600 tiketa trafiku. Gjatë kësaj periudhe janë arrestuar 21 persona, ndërsa 19 prej tyre janë dërguar në mbajtje. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Policia e Kosovës dhe Inspektorati i Prishtinës intensifikojnë kontrollet kundër shitjes dhe therrjes ilegale të kafshëve dhe shpezëve. Veprimet jo higjienike rrezikojnë shëndetin publik. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve dhe bizneseve të ndalojnë këto aktivitete dhe paralajmërojnë masa ligjore pa tolerancë ndaj shkelësve. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe presidenti kinez Xi Jinping kanë zhvilluar një bisedë telefonike e cila u fokusua në çështje kyçe të tregtisë, sigurisë dhe gjeopolitikës globale në një moment delikat për marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Pekinit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Kinës Xi Jinping, të cilën e ka cilësuar si të shkëlqyeshme. Sipas presidentit Trump, gjatë bisedës janë trajtuar një sër temash përfshirë tregtinë, shkëmbimet e produkteve bujqësore, naftën, gazin natyror, çështjet ushtarake, si dhe situatat në Tajvan, Ukrainë dhe Iran. Marrëdhëniet me Kinën dhe marrëdhënia ime personale me presidentin Xi janë jashtëzakonisht të mira. Të dy e kemi të qartë sa e rëndësishme është t'i mbajmë ato të tilla, ka shkruar Trump në një postim publik. Ai ka bërë të ditur gjithashtu se Kina po shqyrton blerjen e rreth 20 milion tonëve soje amerikane, rreth 8 milion ton më shumë se sa sasia që importon aktualisht, një hap që do të përforconte bashkëpunimin tregtar mes dy vendeve. Trump ka konfirmuar se është paraparë të vizitoj Kinën në muajin prill, një udhëtim që sipas tij mezi pret ta realizojë. Nga ana tjetër, presidenti kinez Xi Jinping ka theksuar se çështja e Tajvanit është ndër më të rëndësishmet dhe më të ndjeshmet në marrëdhëniet SBA-Kinë. Media shtetërore kineze raportojnë se Xi i ka kërkuar Trumpit të tregojë kujdes të shtuar lidhur me furnizimin e Tajvanit me armë. Në dhjetor të vitit 2025, administrata e presidentit Trump kishte njoftuar një shitje të madhe armësh për Tajvanin në vlerë prej 11 miliard dollarësh, e cila përfshinte lancues të avancuara raketash, obus vetlëvizës dhe një seri sistemesh të tjera raketore. Ndërkohë, vetëm disa orë para bisedës telefonike me presidentin amerikan, presidenti kinez kishte zhvilluar një takim virtual me presidentin rus Vladimir Putin, gjatë të cilit të dy liderët përshëndetën forcimin e mëtejshëm të lidhjeve strategjike mes Pekinit dhe Moskës. Skadimi i traktatit të fundit bërthamor mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë ka ngritur shqetësime serioze për nisjen e një gare të re armatimi bërthamor, duke lënë për herë të parë pas dekadash dy superfuqit pas një kufizim formal mbi arsenalet e tyre. Ndaj skadimit të traktatit ka reaguar edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, por edhe Papa Leo i 14. Traktati New Start, marrëveshja e fundit që kufizonte arsenalet bërthamore të SBA-s dhe Rusisë, ka skaduar, duke rritur frikën për një garë të pakontrolluar armatimi. Marrëveshja, e cila hyri në fuqi në vitin 2011, vendoste kufin të rrept për numrin e kokave bërthamore dhe mjeteve lëshuese të dy vendeve, si dhe siguronte transparencë dhe parashikueshmëri.
Ekspertë të sigurisë paralajmërojnë se mungesa e kufizimeve rritë rrezikun e keqllogaritjeve dhe përshkallëzimit të shpejt drejt një konflikti bërthamor. Ndërkohë, administrata e presidentit Donald Trump ka shprehur shqetësim për skadimin e traktatit, duke theksuar se një marrëveshje e re duhet të përfshijë edhe Kinën, e cila po zgjeron me shpejtësi arsenalin e saj bërthamor. Kina ka refuzuar vazhdimisht negociata trepalëshe, ndërsa Rusia ka deklaruar se nuk ndihet më e detyruar nga asnjë kufizim i traktatit. Disa ish zyrtarë amerikanë dhe ekspert të kontrollit të armëve paralajmërojnë se kjo situatë mund të çojë në një garë të rrezikshme trepalëshe mes SBA-s, Rusisë dhe Kinës, duke rritur pasigurinë globale dhe rrezikun e konfliktit bërthamor. Sekretari i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka thënë se bota po hyn në një territor të panjohur pa kufizime të mbetura ligjërisht të detyrueshme mbi arsenalet bërthamore të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Për herë të parë në më shumë se gjysmë shekulli, përballemi me një botë pa asnjë kufizim detyrues mbi arsenalet strategjike bërthamore të dy vendeve, ka thënë Guterres. Ka reaguar edhe kreu i Kishës Katolike, Leo XIV, i cili bëri thirrje për përtritjen e traktatit, për parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore, për shmangjen e një gare të re armatimesh, e cila do të kërcënonte më tej paqen midis kombeve. Papa Leo në vend të kësaj i inkurajoi të dy kombet t'i bëjnë të gjitha përpjekjet në favor të qarmatimit dhe besimit të ndërsjell dhe të zaventësojnë logjikën e frikës dhe mosbesimit me një etikë të përbashkët të fokusuar në të mirën e përbashkët dhe paqen. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.